diskutuar pikërisht për këtë temë në studio bashkë me neve është Vebim Mujku, njohës i politikave sociale. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu me ne në studio kemi edhe sociologët Njahir Sumiqe. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Mujku, këtë diskutim do doja ta nisja pikërisht me juve, pam edhe një postim tuaj në rrjetet sociale, ku bët edhe një herë thirrjen që gjithë ata prindër që nuk kanë mundësi ndoshta që të kenë fëmijën e tyre afër vetes dhe nuk kanë mundësi që ta rrisin atë, ta dërgojnë drejt qendrave për punë sociale, por edhe në sosfshatra. Në çfarë gjendje do duhej të ishte dikush që fëmijën e tij ta fuste brenda një qese bërllogu dhe talente? Po, kjo është shqetësimi më i madh ndoshta që duhet ta ketë edhe shoqëria dhe të gjithë kulturët të cilën janë përgjegjës që të merren me çështjen e ofrimit të shërbimeve sociale për këto nana të cilat janë në situatë të tillë. Ne fillimisht tash të gjithë duhet të mendojmë për një këndvështrimi se cila është gjendja e asaj nane, e cila ka mbajtur atë fëmijë në bark për gjykon rreth 9 muaj, në qoftë se ka qenë një lindje kështu normale deri në 9 muaj, dhe cila është gjendja e saj që është detyruar që ta braktisë atë fëmijë dhe ta marrë këtë hap që atë fëmijë ta hudhë në një qese mbeturinë as gjykon. Mendoj që këto duhet të jetë edhe një shqetësim për gjithë neve me pa se ku ka përfunduar dhe ku mbetet ajo nanë. Ky rast nuk është i vetëm, në qoftë se flasim prej viteve të 2000 edhe më herët, mirë po flasim prej viteve 2000 kur marrën statistika në Kosovë, ka numër të madh të rasteve kur fëmijët janë braktisur në këtë formë. Qoftë pranë sportave mbeturina, qoftë në grupa të ndryshme, në kanale të ndryshme, në fusha, në ara, sepse ka pas mungesë të informacioneve, sepse që ka institucione të cilat merren dhe ofrojnë shërbime të tilla për fëmijët e braktisur. Unë kam pas mundësinë ndoshta këto 10-15 vitet e fundit me 10 apo 100 herë përveç postimeve të jem prezent në media të ndryshme, në gjitha mediat, përmes rrjeteve sociale, të sensibilizoj të gjithë opinionin e me theks të veçantë ato nana të cilat për shkak të arsyeve të ndryshme të cilat do t'i flasim gjatë emisionit mund ta braktisin fëmijën që të drejtohen drejt institucioneve përkatëse, qoftë në qendër për punë sociale, qoftë në policinë e Kosovës, qoftë në një spital të ndryshëm, në qendër të mjekësisë familjare, qoftë në organizacione qeveritare, cila do qoftë ajo, qoftë në një kishë apo xhami, pra aty ku dëshiron mund ta raportoj rastin që do ta braktisë dhe pastaj do të mirën të gjitha masat. Doja nga regjia që të na bënte publike statistikat cilat ka dërguar policia e Kosovës në një email që kemi dërguar për të ditur cilat janë shifrat për gjatë 3 viteve. Thuhet që në vitin 2022 janë 110 raste ku janë kështrajtuar apo braktisur fëmijët. Në vitin 2023 janë 141 raste, ndërkohë vetëm për vitin 2024 janë 19 raste. Këto shifra janë faktikisht shifrat të policisë të cilat nuk janë për shqetësim edhe t'i marrim si të vërteta, sepse policia ka një problem shumë të madh, ta po them publikisht, se cilin rast kur kemi të bëjmë me një neglizhim të fëmijët apo abuzim të fëmijët, policia në databazën e tyre regjistron si fëmijë i braktisur dhe i lën pas dore. Dhe kjo është evidenca e parë e cila mbetet në databazë dhe pastaj rasti trajtohet në formë tjetër, mirë, po kjo mbetet si shënim. Dhe në vitin e kaluar kemi pasur në këtë Kosovën diku kanë qenë 5 fëmijë të braktisur. 5 fëmijë të braktisur. Në këtë Kosovën, para 2 viteve 3 ka qenë diku 10 ose 11 maksimumi, dhe shifrat të cilat unë i posedoj, të cilat janë besoj që ndashtash më të saktat, është diku prej vitit 2000 deri sot në këtë Kosovën janë rreth 1100 fëmijë të braktisur. Që ndër vite i bën vitet e para 2000 deri në 2010 ka qenë 70, 60, varësisht nga viti në vet, kurse nga viti 2016 tu që shifrat kanë rarë dhe shifrat janë diku 3-14-15 fëmijë të braktisur. Pra, është një rënje e madhe e fëmijëve të braktisur në sistemin e mbrojtjes sociale. Po këto braktisje ka ndodhur themi në këtë formë si ndodhe edhe braktisja e fundit, rasti i fundit, apo janë braktisje të cilat ka ndodhur brenda institucioneve të ndryshme? Vitet e para të pas luftës, ose për vitin 2001-2003, ka pas raste të shumta kur fëmijë që ngjihet pranë një shtëpisë, një banese, ose
pranë xhamis ose pranë një institucioni ku një nanë e cila ka tentuar ose ka pas për qëllim ta braktisë fëmijën, por nuk ka deshur ta mbysë atë fëmijë, e ka lënë pranë një shtëpie dhe atëherë ka gjetë dikush që ndonjëherë ka dërguar në spital, ju marr të gjitha masat, është hospitalizuar ai fëmijë, ka jetuar dhe sot është i adoptuar ai fëmijë dhe është i rritur, edhe me siguri që kemi shumë prej tyre që stadion prend. Për shkak se po flasim për 25-6 vjet prej sotit kur ka ndodhur këto raste. Dhe ka qenë një situatë shumë ndryshe, edhe pse ka pas edhe atëherë shumë raste që janë braktisë në spital. Kurse me ngritjen e vedijes diku prej vitet më njëherë 2001-2003 kanë filluar të punojnë institucionet dhe shumë raste kanë ndodhur që të braktisen në spital, pa marrë parasysh qoftë në spital privat ose në spital shtetëror, apo e ka lindë edhe në shtëpi, e ka dorëzuar në qendër për punë sociale ose në polici dhe prapë kemi marrë ne si institucion, e kemi trajtuar këtë rast dhe ai fëmijë prapë ka gjetë një prej formave të mbrojtjes. Fillimisht ka qenë kujdestaria, pastaj strehimi, pastaj forma e adoptimit. Në bazë të statistikave të cilat i ka dërguar Policia e Kosovës në adresën tonë, i bie që dallimi në mes të vitit të 2023 dhe 2024 është për 121 raste. Këto shifra nuk janë hiç të vërteta sa i përket fëmijëve të braktisur. Këta fëmijë janë për shembull është gjetë një fëmijë në situatë rruge, lëmosh kërkues, edhe në momentin që është marrë ai fëmijë, është dorëzuar në stacion policor, nuk ka kategorizim tjetër dhe policia me automatizëm. Po, se kjo nuk është çështje policisë. Policia veç ofron një siguri, dhe në momentin që ka larguar në databazën e tyre ka vërtetuar se fëmijë i ke trajtuar dhe i braktisur, sepse ashtu e parashëneni. Mirë, po më njëherë ndoshta brenda një orës ka intervenuar qendra për punë sociale, punëtorit sociale, ka gjetë prindën, e ka bashku fëmijë, ka shku në familje dhe nuk është evidentuar që ai rast të mbyllet, sepse është bërë me një bashkimi familjar. Kurse ata fëmijë të cilët janë me të vërtetë për braktisur dhe kanë nevojë për institucion, kanë nevojë për adoptim, cila është forma e fundit e secilit fëmijë si zgjedhje, atëherë ata fëmijë janë këto shifra që unë po i pasqyroj sepse të gjitha kanë kaluar nëpër dorë të ministrisë dhe po folëm për nivel Kosovës. Pra, gjithë niveli i Kosovës. Po, zotri Mujko, në rastet e fundit të cilat i përmendë gjatë vitit të fundit mos gabofsha the që janë 5 raste, po të braktisë. Vitin e kaluar për një vet në nivel Kosovës. Për një vet janë 5 raste. Dietën në cilat qytete janë këto raste? Janë sakt. Nëse qëllëm që diet sepse të dhënat ekzistojnë dhe nëse që cilin qytet ka raste të braktisës së fëmijëve? Vazhdimisht nuk ka ndonjë strukturë që themi si vjet ka me braktisë fëmijë po Dojeva ose Prishtina ose Prizreni. Normal që numri më i madh është në qytetet më të mëdha, Prishtinë, Prizren, Peja, Gjakov, Gjilan, mirë po kjo ndodh edhe tek komunat e vogla, ndodh që një komunë ka brenda një vitit i ka 2-3 braktisë dhe pastaj 10 vjet nuk i ka asnjë braktisje. Tash ndahet kjo proporcionalisht 38 komuna vetëm 5 raste të braktisjes, ose 10 raste të braktisjes që vjen çdo treta ose katërta komune ka një fëmijë braktisur, ose dikush mund të ketë edhe 2 fëmijë braktisur. Derisa ne vazhdimisht ankohemi për çështjen e fëmijëve të braktisur dhe themi që kemi fëmijë braktisur pa kujdes prindor, duhet me pas parasysh që në anën tjetër kemi edhe një grup shumë të madh të familjeve që presin për adoptim të fëmijëve dhe ata jo një pjesë e këtyre përveç që i gëzohen se cilës braktisë sepse ata presin me vitet të tëra për adoptimin e një fëmijë dhe ata me padurim presin që se cilës patjetër që do kthehemi edhe te kjo temë sepse ka shumë burokraci sa i përket adoptimit të një fëmije, po cilat janë do thotë arsyet që dy prindër mund ta braktisin një fëmijë? Fillimisht para se të fillojmë në shqyllimin e temës, desha të plotësoj disa statistikat e policisë së Kosovës, sipas të dhënave që kam nga OSBE-ja, prej vitit 2009 deri në vitin 2016 janë dikon 653 fëmijë të cilët nuk kanë prindër, domethënë të boshatisur nga prindrit. Gjithashtu i kemi në vitin 2023 janë 98 raste sipas organizatës OSBE që domethënë fëmijë të braktisur ose të hudhur në metodina. Sigurisht trajtimi i çështjes në aspektin sociologjik është mjaft kompleks, duke pasur parasysh çështjen apo edhe ndjesinë e çështjes e cila është mjaft e rëndë dhe mjaft e ndihshme. Janë disa faktorë pse një prind ose tjetri vendosin që ta braktisin ose ta hudhin fëmijën e tyre. Faktori i parë është varfëria ose ekonomia. Domethënë, sipas hulumtimeve të fundit nga institucionet kredibile, Kosova është vendi më i varfër në Evropë, jo vetëm Ballkan, mirë po edhe në Evropë, me bruto produkt për kuk banori shumë të ulët. E para e dyta, Kosova ka një ekonomi informale, ku shumica e punëtorëve
që punojnë nëpër kompanitë kosovare janë të paregjistruara, pra nuk janë të deklaruara për kontribute siç është rusti dhe sigurimi shëndetësor. Kryesore që ndoshta dy prindër mund ta praktisin fëmijën në formën e tillë që u gjatë djeni një bebe? Sigurisht, domethënë varfëria, për shkak se kryesisht lindjet që bëhen edhe braktisja e fëmijës që bëhet nga prindër të rinj, nuk po bëhet nga prindër që e kanë fëmijën e 2, 3 ose të 4, mirë po bëhet nga një shtatzani e padëshiruar. Tash na me pas mendime të ndryshme, ajo mund të jetë për shembull dhunë, ajo mund të jetë shtatzani e padëshiruar, mund të ketë shkaqe dhe pasoja të ndryshme, mirë po përfundimi është i njëjtë. Domthonë shumica e rasteve nëse marrim dhe evidentojmë janë raste të prindërve të rinj, të cilët i braktisin fëmijët e tyre. Të tjera është puna edhe e analfabetizmit. Kosova ka numre jashtëzakonisht të lartë të analfabetizmit dhe normalisht na e dim shumë mirë që rritja e fëmijëve kërkon bagazh në aspektin e njohurive dhe të dijes, pra dy prindër që nuk e kanë as bazën e shkollimit, ata prindër janë të paaftë për të arritur një fëmijë. Kjo mund të shkaktoj panik te ata, kjo mund të shkaktoj një lloj kaosi në mendjet e tyre dhe pastaj të merret vendime të gabuara. Normalisht këto duhet, siç e tha edhe parafolsi, duhet dora institucionale të tregohet. Pra, Ministria e Mirëqenies Sociale, e punës dhe mirëqenies sociale duhet ta shtrijë dorën e saj të hekurt mbi qendrat për punë sociale. Pra, qendrat për punë sociale decidivisht është detyrë e tyre që të merren me fëmijët e braktisur, që të merren me nënat vetushqyse, me prindët vetushqyse të cilët nuk kanë mundësi të arrisin një fëmijë për shkak të kushteve, për shkak të mungesës së njohurive, edhe për shkak të rrethanave të tjera, kështu që qendra për punë sociale është ajo e cila duhet ta merr timunin në dorë dhe të adresoj çështjen siç duhet. Po zotëri Mujko, si funksionohet në raste të tilla ku si mund të bëhet ose si mund të gjendet prindërit e fëmijëve të braktisur, qoftë edhe në ky rast i fundit që ndodhi në mënyrë ndoshta më të vrashtëmendshme? Si mundën institucionet të identifikojnë se nga kush u braktis fëmija? Kemi shumë arsye. Mas pari përnani vetëm pak të faktorët, sepse faktorët është shumë më rëndësi. Përveç se ne gjërëtem shtatzani e pa dëshiruar, por shtatzania mund të jetë e pa dëshiruar për shkak shumë të arsyeve. Mund të jetë dhunim, mund të jetë mos përkraje e familjes, për shkak se familja prindërve nuk dëshiron që të kujdesen ndaj një vajze e cila ka mbajtur shtatzon dhe nuk është në gjendje të përcaktojë se cili ka qenë ose cili është baba i fëmijës për shkak se ka pas kontakte të shumta me persona të ndryshëm, mund të jetë faktori i përdorimit të substancave narkotike që ndodh ajo, mund të jetë faktorë të ndryshëm që ndikojnë. Mirë, po për gjitha këto prapë mund të gjendet një rrugë të zbërgjohet se pse ose qysh mund të vim deri tek një nënë e cila e ka braktisur një fëmijë. Por ne e dim të gjithë që gjendja fizike e një personi shtatzon ndryshon dhe duket. Dhe një person nuk mund të mbjetë shtatzon dhe të qëndrojë brenda 4 mureve për një periudhë shumë të gjatë kohore. Ai person lindjen e ka kryer dikon. Qoftë në një spital privat, qoftë në një spital shtetëror, apo e ka kryer edhe brenda familjes me përkrahjen e dikujt. Besoj që kjo është relativisht e lehtë të gjendet. Mirë, po Kosova ka një problem shumë të madh që nuk funksionon edhe sistemi informativ shëndetësor, se të përcjellen ku kanë mund të realizohen kontrollat dhe pastaj shumë lehtë të hyhet në evidencë. Cilat kanë qenë ato kontrolla, kush kanë qenë këto raste dhe ku po mungon një fëmijë. Besoj që këtu familja, ashtu qysh ka desh Zoti që të gjendet ai fëmijë dhe mos shkon ndoshta atje në Betorina të bluhet i tëri, po të gjendet spaku fiziku, ashtu do të gjendet edhe persona të cilët do të tregojnë shumë shpejt, edhe besoj që është e ditëve do të identifikohet edhe nëna. Mirë, po në këtë rast ne do ta kemi parasysh të shumë arsye. Pse ka ardhur deri te kjo situatë? Cilla është mosha e nënës? Që do të ndalja, a ka raste në fakt të këta fëmijë të braktisur ku nënat janë në moshën 18 vjeçare. Absolut shumica e rasteve të fëmijëve të braktisur, nënat pothuajse në 90% të rasteve janë në moshën 18 vjeçare. Ajo është periudha kur ato nuk janë në gjendje që të tregojnë para familjarëve, sepse edhe familja jo shumë herë, por në shumicën e rasteve është familja ajo e cila edhe nuk i jep përkraje një fëmijë, nuk mund ta kuptojë që fëmia i vet 14 vjeçar, 15 vjeçar, 16 vjeçar është shtatzon, edhe duhet të fëmijë dhe ta përkrah, ta suportoj gjatë gjithë asaj kohe që ta rrit fëmijën me shëndet,
sepse kem shumë raste kur nanat e tilla pasi që e vrenë që në shtatzane ka lënë periudha kur mundet edhe ndoshta ta abortojë atë fëmijë, atëherë tenton të përdor format të ndryshme të përdorimit të barnave ose pesticideve të ndryshme që ta shkaktoj lëndime, ta detyroj abortin edhe të shkaktoj lëndime që të vdes fëmia ose ta lindë fëmijën në një formë të ndryshme vetëm që mos ta mbajë shtatzanin deri në fund, dhe kjo është momentumi kur duhet një përkraje për secilën nga familja dhe ta udhëzoj që shtatzania do të mbahet dhe më pas fëmijët do të mirët në përkujdesje. Shteti ka bërë mjaftueshëm që t'i ofroj secilës nanë, e cila është shtatzane, dëshiron ta mbajë shtatzanin, i ofron kushtet që ta mbajë shtatzanin brenda institucionit prej ditës parë deri në lindje. Ju keni punuar në qendrën për punë sociale dhe besoj keni takuar mjaftueshëm vajza ku ndoshta kanë pasur kësi probleme me familjen të cilat kanë qenë në moshën 18 vjeçare. Po më intereson me ditë në familjet kosovare, sa arrihet që të flitet për trupin e vajzës që me njoft me kohë trupin e saj? Jo, në familjet tona besoj që mungon kjo kulturë, kjo vetdije që të flitet sidomos prej nanave, sepse baballarët nuk janë në gjendje që të flasin me një vajzë të mirë të 17 vjeçare. Mirë, po nëna është ajo e cila duhet ta kuptoj secilën vajzë edhe ta kuptoj që ajo ka ndodhur. Është një akt që ka ndodhur të cilën nuk mundesh me kthy mbrapa. Pra duhet ta kuptojmë si të tillë. Në momentin që po thojmë fakt, dhe ne kemi pas raste kur ka në institucion të dera ka braktisë fëmijën ka thonë nuk e mbaj. Dhe deri sot nuk kemi pas asnjë rast kur shteti ka dënu një nanë, edhe pse braktisja e fëmijës në kodin penal është vepër penale, asnjë rast të vetëm nuk e kemi pas se shteti e ka marrë dhe ka dënu përmes formave përmes një vendimi të gjykatës, sepse në secilën situatë për 1100 raste që po i përmendëm është gjetë një arsye, që nana ka pas një arsye që e ka braktisë fëmijën. Dhe në secilin rast ne ja kemi dhënë secilës nanë 364 ditë, është e caktuar me ligjin e familjes, që prapë edhe pasi të braktisë fëmijën, e mbaj fëmijën për 364 ditë, do e pas mundësi apo ndryshohen kushtet ekonomike, rrethanat, punësimi, banimi social ose çka do të ka nevojë një nanë, sepse ka dhënë një prej arsyeve që nuk mund ta bëj këtë fëmijë se mungon puna ose mungon banimi ose diçka, dhe shteti e ka mbajt, ne e kemi mbajt fëmijën dhe pas 364 ditëve atëherë kemi hyrë në procedura për adoptimin e fëmijës. Po ndryshe nuk është diçka që posa të zinet një fëmijë nana më njëherë do të detyrohet të shkojë në burg. E sidomos ato raste kur nuk mund ta përcaktoj se kush është prindi bab, sepse ne e dimë që ka raste kur janë të trafikuara ose në për motele të ndryshme ose të dhunuara dhe nuk është në gjendje as të tregoj se kush ka qenë prindi dhe fillon ajo procedura ODN-s, pastaj prindi bab nuk e pranon, po edhe nëse pranon e ka të drejtën e braktisjes dhe prapë i bën zgjidhja secilit fëmijë. E vetëm një zgjidhje që nuk duhet të jetë asnjëherë parasysh është kjo që ka ndodhur. Se të mirët fëmiu si i tillë, edhe ndoshta ka qenë i gjallë momentin që është hudh, edhe të ndrojë jetë në sport ose në beturin aty ku ka ndodhur. Po zotëri Suniqi, si ndikojnë këto raste të tilla, këto informata të cilat i marrin për raste të tilla, si mund të ndikojnë në shoqëri? Ose sa jemi shoqëri të cilat dim që të qasemi rasteve të tilla? Sigurisht rastet të tilla janë për keqardhje, desha të ndërlidhen tek faktorët edhe disa pika pastaj të dalim tek si ndikojnë tek shoqëria. Sigurisht si se potencoj edhe parafulsi që tek ne mungon ende ka tema tabu, pra mungon dialogu në familje, mungojnë dialogjet në familje ku një vajzë në hyrjen në pubertet nuk e njeh ende trupin e saj, nuk e njeh përgjegjësitë që i ka, edhe kështu pastaj përfundon ku përfundon. Pika tjetër është se ne si shoqëri duhet secili ta merr përgjegjësinë që e ka. Unë si sociolog, punëtori social, avokati dhe të gjithë së bashku duhet të solidarizohemi dhe ta japim kontributin tonë në mënyrë që rastet e tilla të mos ndodhin. Sigurisht pse vajzat e bëjnë një gjë të tillë, kryesisht vajzat e bëjnë një gjë të tillë, për shkak se ne jemi shoqëri që linçojmë. Pra automatikisht një femër e cila e ka një shtatzani jashtëmartësore, kryesisht domethënë ndoshta të dëshiruar ose të padëshiruar, kryesisht ne si shoqëri e sulmojmë, e linçojmë, etiketojmë me emra të ndryshëm dhe e përjashtojmë atë nga shoqëria. Pra në vend se të ndihmojmë ato të rikuperohet dhe të rehabilitohet në shoqërinë tonë dhe problematika e tij të merret si e mirëqen, ne automatikisht problemin vetëm sa shkojmë dhe e rrisim duke e linçuar dhe duke e përjashtuar nga shoqëria dhe pastaj ajo përfundon me trauma psiqike
psikike, aja përfundon në depresion, aja edhe përfundon edhe deri tek vetvrasja, e që me një krim që ka ndodhur në thojza, e që sipas ligjit në fuqi, ai që domethënë hullsi i fëmijës, praktisi i fëmijës, sipas ligjeve të Kosovës në fuqi dënohet prej 1 deri në 8 vite burg. Sipas jurisprudencës domethënë funksionale në Kosovë. Kështu që prej një viktime, automatikisht ne i bojmë 2 viktima me qasjen tonë si shoqëri, me qasje destruktive dhe me qasje linçuese, cilat nuk duhet të ndodhë. Po, zotëri Mujko, po du më kthyer edhe një herë tek çështja e sistemit informativ shëndetësor, e përmendet që mungesa e një sistemi të tillë bën më të vështirë edhe identifikimin e prindërve të fëmijëve të braktisur. Po gjatë periudhës sa keni qenë në krye të QPS-s, po edhe tani që funksiononi ende, keni kërkuar ndonjëherë prej institucioneve ose cila ka qenë qasja ose në mungesë të këtij sistemi si veprohet për të bërë identifikimin e prindërve që kanë braktisur fëmijët? Unë besoj që kjo veç ka kalu tash edhe në pjesë politike, sepse në çdo fushat tash 10 vite i ligji për shëndetësinë, sistemi informativ shëndetësor, 3 vjet pilotim, dështem, prap kjo qeveri dështem. Dhe unë mendoj që sistemi informativ shëndetësor do të instalohet sa më parë, edhe në klinikat private, edhe në klinikat publike, dhe të kemi pasqyrën e saktë, sepse ajo nuk është vetëm për rastet e braktisjes, por është për secilën situatë të mundshme. Dhe kjo neve na jep një pasqyrë shumë saktë se ku jemi si shoqëri, bëjmë analiza, hulumtime, publikime, parandalime dhe ofrime të shërbimeve dhe sociale dhe shëndetësore. Tash në këtë rast unë kisha gjetur një faktor që ndoshta pak po përmendet, po sot e kemi mbush Prishtinën, mos i rasti ka ndodhur në Prishtinë, po edhe për këtë Kosovën e kemi mbush me kamera. Dhe në secilin kënd ki kamera, çdo vepër sot po përcjellet me kamera. A është edhe ajo pjesa ku është? Jo, tash kjo na shtyn me mendu në vendin se ku është hudh kjo foshnje, ka qenë një vend ku nuk ka pas kamera. Sepse në të kalumen, secili prind ka bisedu me një shoqe, me dikon të afërt, i ka ndihmuar dhe ka këshilluar që fëmijën s'po po ta lëm para një derës së një familje ku dikush do të kujdeset. Tash që ka frikën, sepse nëse e lën, do të kthehen kamerat edhe për një 5 minuta do të zinen, duke mos e menduar që nuk është të bëjë ndonjë vepër penale, le të merr fëmijën, le të dorëzon në spital. Unë bëj apel edhe për kësaj studio dhe kudo që të jenë. Ju kisha lutur të gjitha aty në vajzave, aty në grave që u ndodh një rast i tillë, të shfrytëzojnë institucionet, le të bashkëpunojnë me institucionet, le të shkojnë në qendra për punë sociale, le të shkojnë te organizatat jo qeveritare, le të bashkëbisedojnë dhe i marrin informacionet e sakta se si të veprojnë në raste të tilla. Po më kujtohet një rast i IP-s para 2 vite ose 3 vite gjysmë nëse nuk gaboj, kur një bebë është lënë në lavatriçe. Aludimet në atë kohë ishin që dikush ka dashur ta braktisë atë bebë ta largoj dhe është futur në lavatriçe, ndërkohë institucioni ka thënë që kjo ka ndodhur krejt gabimisht teksa i kanë hequr çarshafët. Ndërkohë ende pas kaq vitesh ai rast nuk është zbuluar, nuk është në hetim e sipër, është në gjykim. Po, ai rast ka qenë në shkollë. Po, duke i pasur keq të raste. Sa ja vlen që të besohet institucioneve? Jo, në institucionet do të besohet, pa marrë parasysh se çka flitet, në institucionet e kanë përgjegjësinë e tyre. Po këtë raste a e zbehin besimin, themi kështu për institucioneve? Jo, nuk e zbehin as pak besim, sepse ajo çka ka ndodhur në Peja është një rast ndoshta izolum, aty thuhet se foshnja veç ka qenë e vdekur dhe është mbledh me çarshaf aty në mënyrë të pakujdesshme nga një punëtor i pastrimit ose diçka, që ajo mund të ndodhë gjithkujt. Atash nuk mund na të marrim një rast të tillë dhe të thojmë kjo është dukuri. Ajo nuk është dukuri. Dikush që bashkë mendon të huf fëmijën pa gjurmë, ka shumë liçene, ka shumë lumej, ka shumë vende ku do ta gjeni një hapësirë, e sidomos sot qysh në ka ardhur situata në këtë vend ku kemi edhe kafshë të panumër të cilat hudhen dhe kjo do të ishte diçka shumë e tmerrshme. Me siguri edhe këtë rast nana ka pas për qëllim që ta vendosë dikun ku dikush do ta gjejë. Sepse ka qenë është problem, po është ajo ndërlidhja në mundën në pjesë të qytetit është shumë periferi e qytetit, është vend ku qarkullimi i njerëzve është minimal. Pikërisht ato ka qenë kamerat. Me siguri unë po them, atëherë kjo veç dyshimi jam, nuk kam as informata sa se fëmia ka mund të jetë i gjallë dhe ka pas parasysh që aty do të shkon për ditë dikush do të kalon, do ta dëgjoj zërin edhe do të intervenoj.
ajo ka qenë ndoshta një për arsye pse nana, se me siguri ajo nana është duke na pa neve tash ose na shën ndërkohë sepse është i përcjell gjitha debatet se mos po zbuldohet diçka. Unë kisha ftuar edhe atë nanë që le të paraqitet, le të tregon cilat kanë qenë arsyet dhe është me të vërtetë një vepër se kjo herë do kur do të zbuldohet dhe sa më herë të paraqitet të shohim kush është. Na nuk e di mas kush është nacionaliteti i kësaj nane. Nuk ka informacion drejtësh pak. Edhe pse ka ndodhur, ndoshta ka qenë shtyr për dikujna që ka mund të jetë dikush një rreth i trafikantëve që ka ndodhur në një shtëpi, në një motel ose ndikun çapo ndodhin për çdo ditë dhunime, e ka mbajtur dikush edhe ka detyruar. Edhe është mirë me tregu se kush e ka detyruar sepse në këtë formë do të bëjmë parandalim të rasteve të tjera. Po, edhe në këtë formë nuk mund të konsiderohet fajtore pastaj. Pikërisht, sepse ne kemi vajza sot në për motele në vazhdim që hyjnë dalin pa kurfar kontrolle, ato shumë mund të mbesin edhe shtazone, të detyrohen nga ata sepse aty janë persona të zhvilluar fizikisht të cilët i friksojnë, i detyrojnë, i shantazhojnë forma ndryshme dhe ajo detyrohet ta mbajnë shtazani deri në fund dhe pastaj e detyrojnë edhe ta braktisë. Dhe në këtë formë do të parandalojmë edhe shumë raste tjera të braktisjes, do të shpëtojmë shumë vajza dhe shumë jetra të fëmijëve. Po, depresioni, të themi ndoshta kështu, nuk e di nëse është shpreha e duhur që përdori, në tek gratë me njëherë pas lindjes. Sa ndikon ndoshta që të vinë deri tek rastet e tilla. A ka doza kaq të larta të dëshpërimit të themi kështu të grave që vinë deri në momente ku nuk don afër vetes ta kenë fëmijën e tyre? Po sigurisht depresioni tek gratë pas lindjeve është një fenomen normal që ndodh, edhe një fenomen biologjik që ndodh tek gratë për shkak të çrregullimeve hormonale që ndodhin tek ato. Normalisht kjo nuk kalon pa pasoja, për shkak se gruaja e ndjen veten të vetmuar, e ndjen veten të lënë anash, e ndjen veten të ftohtë emocionalisht. Kjo pastaj mund të reflektoj edhe tek bashkëshorti i saj, edhe tek partneri i saj të burri, të shfaqen masënej pastaj probleme të ndryshme, edhe kështu masënej problemi fillon të rritet. Normalisht shkaktarët e depresionit janë të ndryshëm, nuk mundu me jap tash domethënë një definicion të caktuar pa ditë domethënë personin edhe rrethonat që kanë ndodhur. Mirë po është prezente tek ne i përmena faktorët ekonomik, masënej faktorët edhe të shkollimit. Normalisht ajo që na duhet të ndërmarrim për të parandaluar, se parandalimi është gjysma e ilaçit, gjysma e zgjidhjes, duhet që institucionet arsimore të fillu prej Ministrisë së Arsimit dhe pastaj drejtoritë komunale të arsimit ta fusin sa më shpejt edukimin seksual nëpër shkolla, për shkak se edhe kjo është shkak pasojë pse ndodhin ato që po ndodhin. E dyta është duhet Ministria e Punës, siç e ka marrë dhe Ministrinë Sociale të shtrijë ndikimin e saj tek qendrat për punë sociale edhe të marrin përgjegjësitë e tyre. Pastaj duhet edhe ne si shoqëri dhe ne si familje, se edhe familja është një farë bushti kogja i fuqishëm në edukimin e brezave të rinë, edukimin e si të vajzës, si të djalit, që t'i flasim temat të cilat janë tabu, të flasim për faktorët biologjik, të flasim për fazat në të cilat ka lënë si mashkulli, si femra, e kështu që të gjithë së bashku ta krijojmë një mozaik të rrugëzgjidhjes nga ky problem. Po, zotëri Mujko, sa ka informim të duhur sa i përket shërbimeve sociale që mund t'i marrin nënat e vetme, qoftë nga institucionet komunale dhe ato qendrore, ndoshta a mund të konsiderohet edhe mos informimi i duhur si shkak që mund të çojë një nëndë në praktikën e fëmijët? Qendra për punë sociale funksionon në kuadër të komunës, në krejt Kosovën pas decentralizimit, dhe tash janë pjesë përbërëse e politikë bërës dhe mbështetur nga Ministria e Drejtësisë, për shkak se është përballë kjo Ministria e Punës dhe Mbështetjes Sociale dhe tash është Ministria e Drejtësisë. Ne kemi pas tash 15 maj ditën e familjes kur ka pas fushata të shumta, edhe në shesh të Prishtinës, edhe në sheshe të ndryshme janë shpërndafje tushka të ndryshme, broshura, informacione, ka pas takim edhe me qytetarë, ka pas edhe prezantim medial, pikërisht për rastet e braktisjes së fëmijëve dhe çështjen e adoptimit, sepse tash po zhvillohet edhe strehimi familjar edhe në forma të ndryshme. Unë mendoj që ka pas relativisht shumë informata. Po ashtu ne besoj shumë që një nanë e cila dëshiron ta braktisë një fëmijë spaku do ta bëjë herë një scroll, edhe do shkruaj në Google ose në ChatGPT ose në Facebook ose dikun se çka ndodh me fëmijët e braktisur, do ta shfletojnë dashur një legislacion dhe din se cilat janë masat. Mirëpo në këtë rast po filloj shpesh me dyshu që mund të jetë edhe një nënë që ka ardhur nga Serbia,
nga Maqedonia, nga Shqipëria. Ne kemi pas raste të shumta që vinë, lindën në Kosovë dhe braktisin fëmijën në Kosovë dhe iken. Për shkak se aqe një rrethi dhe largohen për një periudhë të caktuar dhe janë disa raste gjatë kësaj periudhe sa kom punuar, ne kom pas raste për këtyre vendeve që e kanë braktisin fëmijë kanë lënë dhe kanë larguar. Njëjtë sikur që kishte menduar ndoshta një gratë që mund të jenë edhe pjesë e ndonjë rreti të trafikimit. Mund të jenë, sepse mund të jenë edhe thash edhe më herët që këtu mund të jenë pjesë. Se kryesisht janë nga vendet e rajonit. Po janë nga vendet e rajonit kryesisht për shkak se ato nuk mund të vjen dikush në Gjermani ose në Amerikë ose dikon bën një planifikim afatgjat për lidhjen e një fëmijët dhe nuk mund ta paramendon dikush që do ta lidhë një fëmijë dhe do ta braktis. Pastaj kemi probleme edhe me komunitetet për shkak të martesave të hershme. Për shkak se kemi edhe fëmijë të cilët janë në situatë rrugë të cilat shpesh edhe ndodh të kenë edhe shtazani të padëshiruar dhe vendosin që ta braktisin atë fëmijë. Por mund ndodhin arsye të ndryshme pse vjen deri te këto raste. Po ne hajde tash ka ndodhur raste, normal që ky duhet të trajtohet nga ata që kanë përgjegjësi. Konkretisht nga policia, nga krimet e rana, ata të cilët do t'i bëjnë gjitha audimtimet në urët të prokurorisë, po ne do të punojmë në parandalim dhe t'i tregojmë qytetarëve që ka institucione që ofrojnë shërbime. Të keni parasysh në secilin rast, në secilin gjendje ka rrugëzidhje. E vetëm rrugëzidhje nuk është mbytyja, vrasja e një bebe. Përveç që është krem, përveç që është gjëna, është edhe të mëshme, kjo ndikon shumë edhe tek gjithë familjarët të gjithë opinionin. Unë vetëm prej djetë e thotë kum pa që secili njeri që ka ditë më shkruaj, dy shkruaj në Facebook e ka bërë një status reagues për shkak se është prek emocionalisht. Po, në fakt ishte një rast edhe është për të reaguar, prandaj sa reagojmë, reagimet le të vazhdojnë, po hajde edhe të informojmë popullatën që ka kush ofron shërbime. Sa do që shpesh kemi ankesa, jo janë profesionale. A dalim mjaftueshëm institucionet që me ofru informimin e duhur te qytetarët? Po, se janë publiku broshura, pastaj kemi disa organizata të specializuar, të licencuar që ofrojnë shërbime prej ditës parë deri në moshën 18 vjeçare. Mirë, po këtu mund ta parashojmë edhe një faktor. Shkon një nanë te ginekologu, kemi edhe ginekolog të papërfshëm të cilët thonë ky fëmijë ka një sindrom Down ose është me autizëm ose ka një gjendje e cila do të jetë një fëmijë me aftësi kufizuar dhe e detyron nanën që edhe për këtë arsye ta braktisë fëmijën edhe të mos kujdesej. Ka raste të tilla? Po si, ka pas edhe do të ketë këto raste dhe ne duhet të kemi parasysh edhe këto familje që edhe fëmijët me aftësi të kufizuar sot ke fëmijë të cilët 18 vite kanë qenë në institucion dhe vazhdojnë të qëndrojnë edhe pas 18 viteve me aftësi të kufizuar. Edhe pse është dhënë mundësia e adoptimit, sepse fëmijët me aftësi të kufizuar ose kanë një problem shëndetësor, shëndetësia është zhvilluar jashtëzakonisht shumë dhe kemi familje që janë të interesuar se ta adoptojnë. Fëmijët me aftësi të kufizuar kanë të drejtën edhe adoptim ndërkombëtar. Absolut, edhe vendor edhe ndërkombëtar, po kryesisht vendor tek ne sepse ne jemi po pak më ndryshe dhe duhet me marr vetëm një fëmijë në gjendje jashtëzakonisht mirë shëndetësore kështu perfekt, kurse prej jashtë vinë edhe kërkojnë edhe fëmijë të cilët kanë aftësi të kufizuar, po për shkak se përveç që e kuptojnë si adoptim, që krijojnë një lidhje prej fëmijë, dojnë ta kryejnë edhe një punë humanitare dhe ta rrisin një fëmijë dhe të krijojnë kushte që edhe ai fëmijë të jetojë sikur fëmijë tjerë i barabartë. Thatë jemi popull pak më ndryshe, a mund të themi që jemi popull paragjykues? Po, paragjykues jemi maksimum, sepse ne dimë ne edhe sot kur i shohim dy fëmijë, e shohim njëri më i holl, njëri më i trash, njëri më i gjatë, njëri më i shkurtër dhe mundohemi që të fillojmë jo ky ka dajve, jo ky kushëreve, jo këtine. Domethënë ton kohët jesëm tu paragjyku për gjërat të cilat me të vërtetë nuk na ka hije dhe nuk na takon, sepse secili fëmijë është qenie njerëzore dhe secili fëmijë duhet të rritet në atë ambient ku e meriton të rritet. Po ajo çfarë na mungon më shumë të është puna me prindër. Pra duhet të punojmë me prindërit, sepse prindërit po hyjnë në martesë, shpesh të paprigaditur dhe nuk dinë se si të gjindin edhe të edukojnë fëmijët. E mos flasë për këtë pjesën e edukimit, qoftë edukimi seksual, i cili duhet të jetë në shkolla, ose edukimi tjetër i cili duhet në vazhdimsi edhe përmes lëndëve të ndryshme, sepse. Do është një pyetje për të dy ju. A ka një moshë ku mund të konsiderojmë që një burrë dhe një grua, dy që janë të martuar, janë të gatshëm që të bëjnë fëmijë? Kur ndihen dy njerëz të rritur të gatshëm për ta pasur një fëmijë, apo ndoshta kur? Jo, to varet sepse as në trup nuk zhvillohet njëjtë, as nuk rritet, as nuk plaket njëjtë. Dhe kjo është çështje që ekspertat e shëndetësisë duhet ta trajtojnë. Po ne e dimë që mosha më e mirë është mosha para moshës 30 vjeçare, pra prej 22-3 deri në moshën 30 vjeçare që të kemi lindje të shëndoshta të fëmijëve, sepse ashtu është statistika tregon, jo që e themi ne.
Mirë po edhe pas moshës 30 vjeçare kemi lindje të shumta të cilat janë lindje shumë normale dhe të gjithë fëmijët janë të shëndosh me të gjitha tiparet e veta. Po du mund dalë edhe tek një pikë, ma herë zotri Mujko e përmendit që një ndër faktorët që qanë në braktisën e fëmijëve është ndoshta se shtatzania e pa dëshiruar, ose shtatzania nga nuk e din as kush është babaj, pastaj rrjedhë dhe mos përkraja e familjes nga ana e vajzës. E cilën faktorët shoqëror të cilët nuk po lejojnë që familjet kosovare të emancipohen edhe të kalojnë këto barjerat e paragjykimit dhe të mbështesin vajzat e tyre dhe në situata të tilla. Po, kryesisht mungesa tash shoqëzotit ka ndodhur liberalizimi i vizave. Ne kemi qenë shoqëri e izoluar, ne kemi qenë shoqëri në tranzicion, ku një prej problematikave tona ka qenë se nuk kemi arritur të shkëputemi nga e kaluara dhe siç e kam potencuar edhe në intervistat e tjera, dhe nuk kemi arritur të bëjmë hapa sa duhet para. Pra nuk kemi arritur që siç e kam edhe më herët temat tabu të bëjmë tema normale. Nuk kemi arritur që problemet shtazanit e padëshiruara ose shtazanit e tjera që janë problematike, nuk kemi arrit që të marrim si të mirëqin e pastaj të trajtojmë. Pastaj ne si shoqëri na ka munguar edhe kjo normalisht edhe zhvillimi teknologjik. Unë besoj që se shoqëria jonë ka bë hapa përpara drejt civilizimit, drejt ndërgjegjësimit. Mirë po ju mjaftueshëm, kështu që edhe institucionet po edhe ne si qytetarë të shoqërie na mbetet në përgjithësi ta japim kontributin tonë. Ju faleminderit shumë për këtë bisedë të këndshme dhe informuese mbi të gjitha, sa i përket këtyre dokurive ku vajzat e djemt janë të përfshirë ndoshta pa dëshirën e tyre në raste sikurse ky në braktisje të fëmijëve të tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe urojmë se mos kemi asnjë rast të tillë të kësaj natyre mos përsëritet në shoqërinë tonë. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Ne shkëputemi për pak minuta marketing dhe rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit.